së kostove edhe në ndërtim, pra sa më pak kosto pa llogaritur se sa e sigurt është. Jo, nuk duhet parë në këtë lloj këndvështrimi. Çdo qytetar, pavarësisht kostos që e blen banesën, duhet marrë një banesë që paguan çdo qindark. Ne, për sa i përket ligjeve, ne i kemi ligjet si në Europë. Ne kontrollet në letra i kemi si në çdo vend normal. Por realiteti është krejt ndryshe. Sot nuk ke një apartament në mas në Republikën e Shqipërisë që ka sensor detektimit të zjarrit dhe tymit. Ambientet e përbashkëta jo. Pjesa e parkimeve jo. Janë shtuar shumë makinat elektrike. Ku janë sensorët? Çfarë kanë rrezikshmëri? Po patjetër. Bëhet rrjeti jo i duhur. Nuk ka certifikim. Më gjej një shqiptar që të dalit thot shtëpinë e vet ka certifikat të shfrytëzimit elektrik të paktën, atë që unë përfaqësoj. S'ka, zero. Pra, në një vend normal, ky objekt nuk duhet t'jepet leje për shfrytëzim, sepse është i pa certifikuar. Kush i ka bërë punimet? Në apartamente, nuk ke projekt elektrik të detajuar, ke vetëm plan vendosje. Ti po të vesh një panoram në mur, ti mund të shënjosh kablon. Më thuaj një shqiptar që e ka projektin elektrik të detajuar. Zero. Si jepen këto objekte? Qytetarët para se të blenë një apartament mos shikojnë vetëm pjesën estetike, të shikojnë e pare punës njëherë, si i kanë edhe muret ndarse. Sot është merë, i ke muret pa izoluara. Të duket komshiu, sigur e ke çdo natë në shtëpi, në banesë. Pra, nuk ka izolim akustik në pjesën më të madhe të pallateve. Aspirimi, dështimi më i madh inxhinierik. Pra, gatuan komshiu ty e të vinë gjitha aromat. Dhe kjo është në masë. Themi realitetin tani. Jo, vërtet dua të di pak a shumë cilat janë problematika tipike. Kemi pjesën tjetër, përsa i përket menaxhimit që i bëhet pallateve. Pra, blihet apartamenti, blihen ambientet e përbashkëta, më pas këto ambiente shfrytëzohen nga dyqanet, nga lokalet e gjitha me radhë. Pra, qytetari e paguan çdo metër katror, nuk e merr falas atë. Po mirë, për t'i u vijuar pak këtë linjë mendimi, pra, nëse unë bëj këtë blerje, çfarë duhet të ketë ky apartament përveç projektit e pare punës, apartamenti duhet të ketë pjesën e sigurisë mbi të gjitha. Pra duhet të ketë sensor të detektimit zjarrit. Madje në këndvështrimin tim duhet të jetë sistemi i adresueshëm në apartamente flasim. Duhet të ketë pjesën e certifikimit për pjesën elektrike, pra që është i shfrytëzueshëm. Duhet të ketë pjesën e testimit për pjesën hidroteknike, sepse është një problem tjetër se ne flasim për rrezikun nga pjesa elektrike që shkakton shpeshherë shkëndijë elektrike dhe zjarr. Po ne kemi banesa që kanë probleme me instalimet hidraulike ose kondicionimin. Imagjino të blesh shtëpinë dhe të ketë probleme tualeti. Pra kostoja për ta ribërë shumë e lartë. Kush ma garanton mua cilësinë e punimeve nëse unë nuk kam një certifikim dhe testim periodik? Sepse në fund këtu, në pallat merret dorëzim hidhen firma kot. Dhe qytetarët e din këtë, dhe ky është realiteti. Pra, po nuk pati certifikim, ne do vazhdojmë në këtë situatë edhe për shumë vite fatkeqësisht. Dhe qytetarët do duhet t'i ribejnë. Madje një pjesë e qytetarëve, është të mërshme ta thuash këtë, blen apartamente në grop. Ti e blen kur e shikon, që mund të marrësh dhe një teknik, edhe privat, edhe ta paguash, që të bëj një inspektim që të thotë ja vlen apo nuk ja vlen. Po çfarë do marrësh ti kur ti nuk e shikon ajër, pra kur e blen grop? Sepse shpesh herë ti mendon se e ke marrë lirë, po shpesh herë kur ti e blen grop, punimet jepen me clearing, i shiten të dytëve, të tretëve dhe cilësia e punimeve është skandaloze. Pra, nuk do parë vetëm pjesa e çmimit, po do parë dhe pjesa e cilësisë. Dhe këtu tani është, le të themi, roli i institucioneve. Se jo të gjithë marrin vesh nga kjo punë dhe jo detyrimisht duhet marrin vesh. Kam pse, sepse duhet të jenë kompetentë të tjerë. Nëse vendos detektor personal në shtëpi, për shembull, secili nga ne, ku shkon ai sinjali nëse ka tym, ka zjarr? Shkon mua si individ? Në aplikacion, apo shkon dhe ti merr pastaj. Unë po them se ka normat standarde gjermane që jo, se dhe si jemi në realitet këtu se. Për sa i përket pjesës së sensorëve të detektimit ka disa modele. Ka sistem, le të themi, të adresueshëm që duhet i vejë informacionin në kohë reale sistemit zjarfikës, po ky është pak i kushtueshëm që ti të bësh investim si qytetar, por kemi dhe sistem sinjalizimi, thjesht të detekton tyja, nëse ka rënë zjarr, ti mund të jesh në gjumë natën. Pra po të digjet banesa, të bien sensorët, alarmi është një zhurmë shumë e fortë që ti do zgjohesh dhe do dalësh,
që të mos humbasësh jetën, mos asfiksohesh nga tymi e të gjitha me radhë. Pra, në shumë vende europiane, këto i vendosin. Pra, nuk mund ta kesh ti banesën, ta japësh me qera, ta shesësh, nëse nuk ke qofte edhe këto sensor me bateri 9 voltëshe detektimi. Ato nuk ushtojnë, por është çështje kulturë dhe çështje ligji që ta detyroj. Se ne kemi një problem, ne kemi ligjet sprapthi. Ne kemi ligj për eficiencën energjetike. Ky është ligj shumë i mirë, po duhet ishte ligji i fundit. Ky ka të bëjë me kursimin e energjisë. Por ne nuk kemi ligj për certifikimet, për sigurinë, për kontrollin e materialeve të detajuar, për paktën për pjesën elektrike që unë përfaqësoj. Pra, ne kemi ligjet evazive. Pra, duhet bësh njërë këto tjerat, pastaj ligji i eficiencës energjetike. Po jo, këtu të ne është filluar nga fundi. Dhe prandaj ne vim në këtë situatë, dhe temi që diskutojmë në vitin 2026. Valbona, po të pyesi Amvis, e keti ndonjë mjet sigurie të kësaj natyre në shtëpinë tënde? Çfarë masash ke marrë për siguri? Mjet sigurie nuk kam, për marrë shkas nga biseda, që për rregullimit e shtëpisë para një dekade ca, më shoq ishnoj dita këto ku hapi këtu jashtë për darse, sepse shaj që thotë që mund ngulësh një pikturë në mur, ndërkohë ke shkelur kablin. Dhe ne kemi të skicuar në një cop letër, jo se na e dhan grupi i punës, ishte një grup pune që erdhi deri i bëri të gjithë, por ne e dim im shoq. Edhe unë e di ku është në mur, ai mur u vesh dhe me një pllak si tull, edhe ti do ta dish kur ndodhe një defekt në shtëpi. Kështu që është ajo që ti learning by doing, domethënë mëson nga halli vet, nuk është se ta sugjeron njëri apo ta tregon dikush. Është ajo e dushit pastaj që ose unë që do të jetë boleri. Që ulet kur të ndodhe një shkarkim elektrik. Por salvavit. Salvavita që është e kemi në tokë, se unë kam shpër private. Unë kam shpër në shkallë të brëndshme dhe atër sigurin e kam patur për fëmijët shumë të frikshme, sepse edhe nuk i zbrisja nga shkallët asë njerë vetëm. Vetë, me thosha bashkore, do të zbresë shtio, se për mua të rinë ka dytë, nuk do zbresin asë njerë. Për që atyre ndalesa, që ti duhet ti sigurosh që kjo është në gjithë, të shkon mundja, nuk se ta thot dikush edhe këtë gjë. Përsa i përket pasaj si Amvis, të merri me 2 fëmijë të rritur që e kurosin bluzat ore pa ore që marrin mua, ti mund të jesh, unë tani mund të një telefonat, shikoj kam hequr hekurin, se e kurosa një bluzë, kjo besoj që është me të gjithë ne, si për arkitektën, si për ju vetë, kur hekur të gjithë të nga shtëpia prek. Ka ndodhur ndonjë që e kthyer për të parë? Jo, kam ndodhur, jam sigurisht që kam ndodhur. Ngjitet fiksim, pastaj si nuk e di nëse e ke që ti mund të jesh rikthyer. Dhe të vjen një telefonat, shikoj, ja je në shtëpi, shikoj që e kam hequr hekurin. Unë gatuaj me gaz në shtëpi, nuk gatuaj me korrent, dhe kjo është prap një frikë që më mëri gjithmonë kështu në atë ankthi, ne kemi nxjerr jashtë bomblën, nuk e kemi brenda në shtëpi, pse jashtë mund të vijë një shkëndi nga jashtë, e ky zjarri që tani nga jashtë deri shkëndia. Domethënë nuk e mbyll bomblën pasi gatuan. Jo, tani vite nuk e mbyll, jo. Duhet mbyllur, kemi patur dhe stop druri në shtëpi. Duhet sensor që detekton rrjedhjet e gazit, pra 20 euro kushton ai që ta vendosësh te kuzhina. E sheti ta marrë ti. Pra, ti mund të jesh në gjumë. Me rrodhe kjo gjë, kur gjë një histori. Shumë i dëmshëm dhe e humbet jetën shumë lehtë le të themi. Janë sensor të dioksidit të karbonit ato. To shiten domethënë. Europa i kërkon. Europa e ka me detyrim? E ka me detyrim. Ne nuk e kemi me detyrim. Jo, absolutisht, kjo është në detyrim. është ditë personale që ai që thotë patjetër që mund ta sugjerojmë.